Paqja, mëshira dhe bekati Allahu qoftë mbi ju. Urime festa e Fitr Bajramit. Më të vërtet kjo fest nuk është rastësisht që festohet prej muslimanëve të pas parasysh që ka qenë një muj ditë angazhim, një muj ditë durim, një muj ditë largim prej gjanave të cilat Zoti na i ka bëu halal, si ditën Bajramit, si ditëve tjera, por Ramazani kemi pas ndaluar prej kohës së fyrit deri në iftar. Domethënë për këtë mund edhe angazhim që kemi bëu. Tash vjen Bajrami edhe e festojmë. Se është normale që njeri kur punon, edhe në fund e merr shpërblimin ka gëzim. Njëjtë ka shëmbëlly edhe Allahu xhashonu, si shembullin e Bajramit të madh ose Bajramit vogël, që vjen pas një angazhimi si muaji i Ramazanit, po ashtu edhe koha e haxhit ose ditë e Dhulhijhes. Për shkak se jemi angazhu, edhe në fund e marrim shpërblimin. Për këtë edhe Allahu xhashonu u thot: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Thuj, me dhuntinë e Allahu xhalleshanu dhe mëshirën e tina, me këto gëzoni, me këto lumturoni. Kjo është më mirë se ato që grumbullojnë. Se ato që e kemi bërë për hir të Allahu xhalleshanu, për një muj ditë, Allahu xhalleshanu ta ka mundsuar që me fitu kënaqësinë e tij, ta ka mundsuar që me t'i fal gjunohet, edhe për këtë arsye ja vlen që me u gëzu. Edhe kjo është dhuratë shumë e madhe për Allahu xhalleshanu, por kjo është vetëm simbolike në këtë dynjë. Ndërsa çka na pret në ahiret është shumë më e madhe. Çka na pret shpërblim i Allahu xhashon në xhenet, ato veç Zoti që e ka përgatit për robrit e tina. Për këtë njeri kur bën diçka për hir të Zotit, e që është rasti konkret muaji i agjërimit që e kemi bërë gjatë këtyre ditëve që i kalum edhe i lam mrapa, i kemi përmirësuar raportet me Zotin. Edhe tregohet një rast kur kanë hitë njëri prej udhëzëve musliman, Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me to, edhe kanë gjetë në ditë Bajramit të hongër ushqim modest, ushqim thjesht, jo sikur na qysh përgatitëm për Bajram, lloj-lloj të ushqimeve. Aliu një ushqim thjesht, dhe thonë qysh bre kryetari muslimanëve, në ditë Bajramit vend që me mbush sofrën me ushqime, sot është ditë gëzimi. Aliu po e thot një fjalë. Thot çdo ditë që i kam punë të mirë me Zotin për mua është Bajram. Nuk është Bajram veç mas Ramazanit. Po çdo ditë që i kam raporte të mirë me Zotin për mua është fest. E shohim që pejgamberi alayhis salam për ditën e Bajramit i ka urdhëruar krejt me dalë që me e gëzu Bajramin gjithë. Si ata që janë me arsye që nuk agjerojnë edhe që nuk falen, këtë është për qëllim gratë, cilat në kohët caktuar në kohën e përmujshme e tyre nuk e kanë obligim namazin. Pejgamberi alayhis salam edhe pleqt edhe fëmijët edhe gratë, gjithë i ka urdhëruar që me dalë me prezantu gëzimin e Bajramit, për shkak se është një gëzim i gjithëve. Është kënaqësi. Çysh ndodh kjo? Se në Ramazan e kemi çështjen e vitrave që duhet më dhon. Qëllimi është që mos më mbet asnjë njeri që në ditën e Bajramit mos më pas çka me qitë në sofër. Pikërisht përjetimi i gëzimit kur bëhet? Bëhet kur kanë gjithë. Nuk ka gëzim kur unë kam ai tjetri nuk ka. Po gëzimi është kur kemi gjithë. Për këtë edhe është Bajrami, që gjithë jemi të gëzuar, gjithë jemi të lumtur, gjithë kemi çka qesim para vetit. Njëjtën kohë, çka është shumë e rëndësishme. Pejgamberi sa na ka porositur që me u vizitu ndërmjet veti. E sidomos në ditën e Bajramit. Është shfaq një traditë, mund të thëmë që ndoshta ndonjëherë arsituohet, po jo me u bë traditë vetëm këtë formë. Çështja e urimit Bajramit përmes një mesazhit, një copy paste me dërgu, kjo nuk është rregull. Kur ki mundësi, për shembull, duhet me shku me vizitu me pa. Nëse kemi pas Zotin na rujt ndonjë dhim ndërmjet veti Ramazanit, duhet me i mbyll këto dhime. Me fal njëri tjetrin. Është kush që Zoti më na fal neve, na duhet me fal njëri tjetrin. Edhe me shku Bajram ja qel derën, edhe me shty dorën e pajtimit dhe mi thonë për hajt kohë Bajramit. Se pejgamberi sa po thot, nuk hin në xhenet ai i cili ka prish raportet me akraballokën, me familjen, me farefisin. Do thonë duhet gjithçysh që vizitat me shkëmbys është shpërblim i madh të Zotit. Njëjtën kohë mos harrojmë që me të vërtetë është kanë angazhim gjatë ditëve dhe këtij muaji të bekum të Ramazanit, ka qenë ngarkesë dhe lodhje. Mirë, po kur vjen dita e Bajramit, jem dëshmitar gjithë secili që ajo lodhje, ajo mund që është bë, ajo prishje e gjumit në kohën më të mirë. Këtë këto që e kemi bë, me shty veten, me dhonë materialen, edhe pse na shty nga njëherë e ki marrën që të vjen, për tonë me dhonë. Po kur e dim për hatët kujt e ke bu, vjen dita e Bajramit edhe sheh që keta e lodhje, keta ajo që tu ka duke ranë, ka kalu. E njëjtë është çush e ka përshku pejgamberi alayhis salam,
kur ka thonë do të mirët ai i cili ka vujt në këtë botë, do të futet vetëm një herë dhe do të nxirret nga xheneti. Njeri që mas shumë ti ka vujt, mas shumë ti ka hekë këtë botë, veç një herë do të futet në xhenet dhe do të nxirret. Edhe do t'i thuhet, a ke vujt në herë, a ke hekë në herë, dhe të kurrë Zot. Meni të futën edhe të nxirren nga xheneti, këtë lodhen e harën. Edhe na në ditën e Bajramit sot e shijojmë kënaqësinë, edhe kemi harruar atë lodhje se e kemi marrë shpërblimin. Falen Allah xhaleshanuhu dhe unitetin, bashkimin në medveti edhe gëzimin e përbashkë që e kemi. Dho Zoti që më të vërtet çdo ditë jetës tonë ta kemi Bajram ashtu siç tha Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me to që kur ti kemi punë të mirë me Zotin, na për ditë kemi Bajram.